Kemi mbritur në ambientet e Universitetit Kristal, në fakt për të ndarë me profesorët dhe studentët e këtij universiteti opinionet, reagimet, por dhe komentet e tyre në lidhje me liberalizimin e vizave për shqiptarët. Kjo ngjarje kaq e madhe historike për kombin shqiptar. Sirret tek ky liberalizimi i vizave, si fillim edhe një këndvështrim më të gjerë se sa brenda Kristal. Tani besoj që është një ngjarje e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Dhe faktikisht është një hap drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, megjithëse rruga është jashtëzakonisht e gjatë dhe vështirësitë janë të shumta, por ajo që mesazhi që jep Bashkimi Evropian për shqiptarët është që ne kemi planuar që të vini në shtëpinë tonë, ta eksploroni, ta shikoni dhe të përgatiteni që nesër të jeni pjesë totale e komunitetit evropian. Kështu që procesi vizave, liberalizimit vizave për mua është një hap drejt shtëpisë evropiane, asaj shtëpie për të cilët shqiptarët për 50 vite u izoluan dhe nuk lejuan që të paktën ta vështronin dhe ta shikonin. Por gjithashtu do të thoja që është një test për gjithë shqiptarët, sepse liberalizimi i vizave kushtëzohet edhe me disa kushte. Dhe faktikisht unë do ta thoja që është një test që Bashkësia Evropiane i jep popullit shqiptar për ta testuar atë se sa i aftë është ai të respektojë rregullat të komunitetit evropian. Sepse ata hapin shpinë për ne, që ne të shkojmë, të vizitojmë, të qëndrojmë, të shikojmë dhe njerëzit tanë për të cilët jemi ndarë për shumë vitesh, por ama është një test sepse shikohet se sa të aftë janë shqiptarët të respektojnë rregullat që kanë europianët, kështu që është në dy kahe, është në dy sense. Nga ana tjetër, përpos kësaj gëzimit të kësaj, sepse ndjehesh kthyer në një ditë feste që do vazhdojë edhe sot, duke patur dhe duke referuar vendeve të rajonit të cilët e kanë marrë më herët liberalizimin e vizave, Shqipëria është e vonuar apo duhet të bëhet reforma deri në këtë pikë ose duhet punonte disi më fort ta merrte më përpara këtë liberalizim të vizave? Shqipëria nuk është e vonuar. Unë besoj që për sa i përket vendeve që përfituan nga liberalizimi më përpara, ai liberalizimi ishte një liberalizim politik që mbarte mesazhe politike në momente të caktuar, por që tregoi ato vende që përfituan nga liberalizimi më përpara, u treguan të papërgatitura dhe ndodhi që disa situata u krijuan brenda komunitetit evropian, sidomos kërkesat e azil kërkuesve, gjë që solli edhe një pikë pyetje, do vazhdonte liberalizimi apo do të stacionoheshin këto vende, do të hiqeshin. Kështu që unë besoj që ishte më mirë për Shqipërinë që ndodhi tani liberalizimi, sepse ka dhe një parapërgatitje, opinioni ka parë çka ka ndodhur dhe mund të di dhe pasojat. Kështu që nuk kemi as pak të vonuar. Na është dashur të plotësojmë disa kritere dhe disa kushte teknike që nuk e kishim plotësuar, por është më mirë tani se sa kurrë. Nga ana tjetër, politika shqiptare vërtet arriti në një farë mënyrë nëpërmjet politikave, reformave të përfitonte për popullin e vet liberalizimin e vizave. Por sot në fakt pritet statusi për vendin antar të Bashkimit Evropian. Si e shihni ju? Unë besoj që liberalizimi i vizave, po ta shikosh në tërësi, është një merit e gjithë shqiptarëve. Sepse është merit e gjithë atyre personave të cilët sakrifikuan në këto 20 vite tranzicion dhe vuajtën mbi kurizën e tyre reforma nga më të ndryshmet, qofshin ekonomike, qofshin politike. Për sa i përket frutit politik, asaj shkon fruti dhe themi merita në këtë rast i takon majorancës, sepse majoranca e zotit Berisha do hyn histori si majorancë e cila arriti të kryente disa reforma dhe të plotësonte disa kushte për të përfituar nga liberalizimi. Kështu që merita politike në një anë i takon asaj. Ndërkohë që besoj që çështja e statusit ka të bëjë me çështje akoma shumë komplekse. Që do të thotë, në qoftë se ne kemi plotësuar disa kritere të sigurisë, që solli liberalizimin e vizave, kemi akoma kritere për të përmbushur qoftë në fushën politike, qoftë në fushën ekonomike dhe do të ndërmarrim disa reforma dhe disa reforma të tilla ligjore që do ta plotësojë legjislacionin e vendit tonë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Kështu që është një rrugë e gjatë. Është një rrugë e gjatë e cila kërkon një bashkëpunim midis palëve politike, por mbi të gjitha kërkon një investim jo vetëm të klasës politike, por dhe të administratës për të implementuar programet e Bashkimit Evropian dhe ligjet që të jenë konform Bashkimit Evropian sa më shpejt dhe në mënyrë të detajuar që nesër pas nesër të kemi një status
student kandidat duke shkuar drejt Bashkimit Evropian, por duke ecur paralel edhe me vendet e tjera që kanë njohur këtë periudhë dhe këtë status. Dhe të pesha e liberalizimit të vizave është më e gjerë, i përket çdo individi në këtë popullat. Nga ana tjetër, këtu studentët pranë Universitetit Kristal kanë marrë informacionin e nevojshëm se sa kohë duhet qëndrojnë, çfarë masa duhet marrin për të mos shkelur ato rregulla të cilat janë paracaktuar dhe mos na ndosim me disa shtete të tjera për ta pezulluar këtë vendim. Është interesant pyetja që bën ju, sepse ne para një viti kemi pasur këtu dy personalitete të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Personaliteti i parë ka qenë zonja Hedit Harxhi, e cila bëri një konferencë simpozium informues për studentët tanë në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Dhe shumë detaje që po i zbulojnë publikut sot nëpërmjet mediave, studentët tanë paraprakisht i kanë pas njohur që në atë moment. Personaliteti i dytë që ka folur për vizat në mënyrë shumë të detajuar ka qenë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, zoti Gazmen Turdiu, i cili zgjeroi atë diapazonin e njohurive dhe na tregoi ato rregullat që ne duhet të respektonim dhe na vinte përballë Bashkimi Evropian për sa i përket procesit të liberalizimit. Kështu që studentët tanë kanë një njohuri dhe kanë pasur një njohuri më të hershme se sa çka publiku sot. Dhe kjo është e rëndësishme. Por kjo nuk do të thotë që si institucion ne nuk duhet të informojmë ata. Unë shpresoj që së shpejti do kemi disa aktivitete që shkojnë drejt kësaj iniciative, qoftë duke ftuar autoritetet të ndryshme për të folur liberalizimin, po pse jo dhe funksionarët të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të policisë kufitare, të cilët do t'i informojnë studentët tanë në mënyrë që ata të jenë ambasadorët më të rinj të liberalizimit të vizave të Shqipërisë, kështu që besoj që shumë e dobishme edhe për ne. Nga ana tjetër, me disa universitete të vendeve fqinje, vendeve europiane, Universiteti Kristal ka edhe marrëveshje. Do t'i lehtësoj kjo ura të bashkëpunimit. Dhe mbase duhet të vinë, mund të rinë dhe 3 muaj studentët shqiptar për të marrë informacione dhe ndjekur seminare më të gjata në kohë. Me thënë vërtetën, edhe kur ka qenë regjimi i vizave, nuk ka pasur një problem që studentët tanë shkonin dhe të vizitonin një universitet partner. Kjo ndoshta mund të favorizojë më shumë lëvizjet për të vizituar universitetet tona, për të qëndruar një periudhë kohore të caktuar dhe për t'u kthyer, sepse liberalizimi i vizave faktikisht nuk ka dyert për të studuar jashtë. Janë disa procedura që përsëri do aplikojnë për vizën në ambasadë, por kjo bën më të lehtë lëvizjen, atë mobilitetin që do të thoja unë midis studentëve tanë dhe universiteteve tona partner. Për faq keq ne kemi partner më shumë në Amerikë, kështu që po presim të liberalizimin në Shtetet e Bashkuara që shpresojmë të ndodhë shumë shpejt. Mendoni se shqiptarët do t'i rrezaurojnë të gjitha rregullat dhe nuk do të krijojnë probleme duke ju njohur disi mentalitetin e tyre? Unë besoj që është shumë e rëndësishme që shqiptarët të kuptojnë se janë para një përgjegjësie shumë të madhe. E para sepse do të tregojnë që janë një kom që meritojnë hyrjen në Bashkimin Evropian, dhe e dyta duhet të tregojnë seriozitetin me rregullat që na imponon Bashkimi Evropian. Në qoftë se ata nuk do jenë në gjendje të tregojnë imazhin e vendit të tyre, sepse shqiptarët që do lëvizin, do qarkullojnë lirshëm në Bashkimin Evropian, do tregojnë, do japin dhe imazhin e Shqipërisë këtyre vendeve. Dhe në qoftë se ata tregojnë papërgjegjshmëri, atëherë pasoja do t'i vuajë një pjesë shumë e madhe e popullsisë, sepse ka sanksione, jo vetëm personale, në rastin konkret ai që shkel afatet do të pezullohet deri në 5 vite, nuk do ketë drejt të hyjë në hapësirën Schengen, por në qoftë se këto bëjnë raste të përsëritura dhe nuk tregohet